Kancelari gjerman Friedrich Merz ka kërkuar nga Bashkimi Evropian të përshpejtojë procesin e zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor si dhe Ukrainën dhe Moldavinë dhe ka propozuar modele të reja integrimi gradual përpara anëtarësimit të plotë në BE. Në një letër drejtuar presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa si dhe presidentit të Kipros, Merz ka deklaruar se zgjerimi i BE-s është një domosdoshmëri gjeopolitike, por ka paralajmëruar gjithashtu se ritmi aktual i procesit është duke krijuar zhgënjim si në vendet kandidate ashtu dhe brenda vetë Unionit. Sipas kancelarit gjerman, BE-ja duhet të ofrojë një zgjidhje më fleksibël dhe praktike për integrimin e vendeve aspirante. Ai propozon që vendet e Ballkanit Perëndimor, Ukrainës dhe Moldavisë t'u jepet akses më i gjerë në tregun e përbashkët evropian. Një rol vëzhgues me institucionet e BE-s si dhe përfshirje graduale në proceset e vendimarrëse të Unionit. Një pjesë e veçantë i kushtohet Ukrainës. Merz ka propozuar krijimin e një statusi anëtarësie të asociuar, i cili do t'i lejojë Kievit të afrojë ndjeshëm me strukturat evropiane dhe përpara anëtarësimit të plotë. Sipas tij, ky model duhet të përfshijë pjesëmarrje në institucionet e BE-s pa të drejtë vote, zbatim gradual të legjislacionit evropian, përfshirje në politikat e sigurisë dhe të jashtme, si dhe mbështetje më të fortë politike dhe strategjike nga shtetet anëtare, ndërsa për Ballkanin Perëndimor dhe Moldavin, kancelari gjerman propozon një qasje të ngjashme dhe kërkon hapa konkret, të cilët do t'i afrojnë gradualisht këto vende me Unionin përmes integrimit ekonomik, institucional dhe ligjor. Ai sugjeron që progresi i vendeve kandidate të ndërtohet mbi ato të cilat quhen bllloqe integrimi, ku secila fazë do të shoqërohet me më shumë akses në politika dhe mekanizmat e BE-s, në varësi të reformave dhe zbatimit të standardeve europiane.